Dhe i ka thonë Esma bintu Umejsit, nuk dëshiroj që kur të më bartni për në vare, që duket diçka prej formës së trupit tim. Andaj, kur e kanë vendos në tabut ose në atë të cilën i mbajnë xhenazet, e kanë mbulu trupin e Fatimes sa që mos duket diçka prej formës së saj nga turpi i saj. Edhe vdeku radhiyallahu ta'ala anha. Nuk ka dëshiruar që t'i duket asnjë formë e trupit të saj. Ku janë bijat tona prej kësaj vlezër? Ku janë nanat dhe motrat tona prej Fatimes radhiyallahu ta'ala anha? Në vdekjen e saj s'ka dëshiruar që t'i duket diçka. E ku mon jetë të saj, ku mon rinin e saj, ku mon para burrave të huaj. Ku ka mbeti imani dhe xhelozia e asaj motrës për trupin e saj. Xhelozi dhe iman. Xhelozi për trupin e saj dhe iman në Allahun azza wa jall, se Allahu do ta shpërblem për këtë turp dhe se Allahu subhanahu wa taala do ta ruan nga dënimi, qofse ajo largohet nga ky turp.